Në fakt, zonja Balluku, sipas informacioneve që kemi, është thirrur të hënën e parë, por ka kërkuar një datë tjetër, kjo për arsye të angazhimeve që ka patur dhe ka qenë ditën e sotme në orën 15 për të thirrur. Në fillimisht, në fakt, sipas avokatëve, ajo është kërkuar të paraqitet me avokatin mbrojtës, ka qenë motra e saj, Pamela Qerko, një nga anëtarët e KPK-s, e cila është paraqitur më herët në ambientet e prokurorisë së posaçme. Ajo nuk është futur sipër prokurorisë, por ka pritur motrën e saj, e cila erdhi në orën 15:10 pra zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila u paraqit në këto momente që flasim, është ngjitur për të marrë në pyetje ose për t'ju komunikuar ndoshta ndonjë status tjetër, pasi ka qenë si person në dieni, ndoshta tani tashmë që është me avokat mund të jetë si person në hetim ose ndoshta dhe ndonjë akuzë mund t'i grihet, të paktën të dhënat janë që si person në hetim është për shkelje pabarazisë në tendera, ndërkohë që pritet të njihet ndoshta edhe me hetimet që ka bërë prokuroria e posaçme. Duhet të theksojmë që nuk është vetëm zonja Balluku në fakt e cila do të thirret dhe i është dërguar fletëthirrje për të paraqitur me avokat. Ditën e hënë janë thirrur edhe zyrtarë të tjerë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës. Një ndër to që është thirrur në orën 9:30 është Gentian Gjyli, pra kreu i ARSH-s aktualisht. Ai ka një proces tjetër, por me sa duket nga ana e prokurorisë së posaçme mund t'i komunikohet një akuzë tjetër pra të hënën në orën 9:30, por edhe zyrtarë të tjerë.